Në kuadër të lojrave u zhvilluan disiplina tradicionale si gura peshi, tërheqja e litarit, ngjitja në shilor, hedhja e llastarit, rrëzimi i duarve dhe mundja, të shoqëruara me elemente të folklorit dhe kulturës rrugovase. Boga në bjeshkët e Rrugovës dje ishte vend takim për traditën, sportin dhe kulturën e Rrugovës. Manifestimi si gjithmonë mbahet në patronazhin e komunës së Pejës dhe me këtë rast kryetari Gazmend Muhaxheri për televizionin Koha deklaroi: Është një atrakcion për gjithë Republikën e Kosovës, sidomos për treven e Rrugovës dhe Pejen, ku bëhen lojnat tradicionale në gara të ndryshme. Koshe se ka arë shumë qytetar nga diaspora dhe po knaqen sot në këtë garë që po e shfaqin aktorët e lojnave tradicionale Rrugova. Antari i Këshillit Organizativ Hasbi Iber Demaj tha se e veçanta e këtij edicioni Rrugova 2026 është pjesëmarrja e jashtëzakonshme e njerëzve për të ndjekur këto lojra tradicionale. Ne, si Këshilli Organizativ, gjithë një mundohem që të kemë sa ma shumë pjesëmarrës në gara, por e bëjmë edhe të mirën që tiftojmë edhe të gjithë njerëz, të cilët janë të interesuar, të vinë nga gjitha treva shqiptare, të gjithë janë të pjesëmarrë të marrin pjesë të lojra tradicionale. Nuk janë të kushtuara vetëm për rrethin e Rrugovës, andaj sot përveç që kemë edhe nga treva tjera, nga Rrugës, po edhe pjesëmarrës vizitor, kemë edhe pjesëmarrës direkt në lojra tradicionale, njërin prej disiplinave edhe pjesëmarrës nga Gjermania. Kryetari i Bashkësisë Territoriale Rrugov Flamur Rexh Bogaj falenderoi pjesëmarrësit nga të gjitha trojet shqiptare duke u uruar mirëseardhje, siç tha, në djepin e qendresës të lojrave tradicionale Rrugova 2026. Sot nuk jemi mbledhur këtu thjesht për të parë një mes, një mundje, një hedhje guri. Sot jemi mbledhur për të mbrojtur palcën e identitetit ton kombëtar. Çdo shkëmb i kësaj bjeshke, çdo gur, çdo plis, çdo shall që mbajnë mbi kokë nuk janë zbukurimet paradës së krenarisë qeveritare, por janë palca autoktone e identitetit ton kombëtar. Dion Ahmedxhegaj kishte ardhur nga Gjermania dhe fatmirësisht doli fitues në mundje. E mniva që ka garët mundje e thash të përvoj herë, kështu që am dele, kismet sukses që më jam dhale, shumë po gëzona. Të pranishëm në manifestim Rrugova 2026 kishte edhe pjesëmarrës nga Tetova. Kam ardhur enkas nga Tetova për të shfrytzuar lojrat tradicionale shqiptare. Ju faleminderit që na mbikëpritët ju Rrugovas. Në këtë manifestim tradicional të lojrave popullore performuan edhe shumë emra të muzikës popullore nga trevat e Rrugovës, në mesin e të cilëve dhe ansambli Vullkani i Stogut, ku me valle tradicionale u veçuan motrat Nimanaj. Organizatori për të gjithë fituesit në disiplinat përkatëse ndau kupa, medalje dhe mirënjohje, ndërsa një mirënjohje të veçantë ndau edhe për televizionin Koha, që ishte i pranishëm në këtë manifestim tradicional.